Një pyetje zoti Koreshi, zoti Blushi, si? Një minut ko. Lutem 1 minutë ko. Po dale. Jo më 1 minutë ko. Edhe zoti Blushi 1 minutë ko ka dispozicion. Ka mundësi të I kanë ezauruar kolegët e tu gjitha. 1 minutë ko. Vazhdoni 1 minutë ko. O Ulsi, të lutem. Tani zoti Koreshi 1 minutë ko. I nderuar show tani të lutem. Të lutem, a ka mundësi 1 minutë? A ka mundësi 1 minutë? Jo, pra, jo, pse 1 minutë? 1 minutë. Merresh e vesh me kolegët e tu për të bërë pyetje sa duhet. Unë jam deputet, nuk kam marrë. Ore, unë jam antar komisioni këtu. A ka mundësi një pyetje? O jo, unë do të kam shumë pyetje për urgjencën dhe jemi të dy dhe nga Lushnja, kam pyetje. Jo, për Lushnjën nuk e kemi seancën sot. Kërkoje një ditë tjetër për Lushnjën ministri. As për Shalqit e Lushnjës se kemi sot. Jo, pa Shalqit, nuk do kaloj të Shalqin. Pa mëra. Ka mundësi për aktin normativ? Për aktin normativ për urgjencën, sepse preku disa pyetje që... Aktin normativ. Po të dëgjoni më pa tjetër. Tani, mos të cikoj ministri se foli tha për NATO-n, për edhe për Ministrinë e Mbrojtjes. Unë e kuptoj shumë mirë, që ndryshe nga kolegët, unë e kuptoj dhe nevojën dhe emergjencën. Pa tjetër, janë të dyja. Sidomos, kur shikoj që Ministri i Mbrojtjes ka bler perde të errta, pa tjetër që është urgjente. Urdhëro, perde të errta për zyrë. Pse mos tjetë urgjente kjo? Unë e kuptoj e urgjencën edhe. Tani, thatë që do t'i kaloj një pjesë emergjente, me shumë emergjente, me sistem patriot perdet. Jo, s'ka mundë që do... Se e zgjata shumë se kësha kalu në votim me kohë. Unë i kam dhe pyetje dhe diskutim. Shumë arrogant për të... Po, kush i di, po pitë qik mjallë. Po mje po më latë, unë do t'i japë, se që paru bezdisët, ju kërkova në dies, unë 13 herë. Jo. Po, faleminderit, kryetar. E dyta, thatë që një pjesë e ty do kaloj për emergjent dhe për sistemin e bashkive, për sistem vendor. Mos ka të bëj, se unë dhe shikoj emergjencë, sepse dhe do të kaloj prapë të zona jonë se në djek, do bëj një paralelizëm u fatikisht, me që se do kaloj të pushtet vendor, mos ka emergjencë se 600 milion të hedhra e kalum lushe kategorit 3, 600 milion lek lushnjarve, gëlldyp lushe në kategorit 3 dhe nuk ditë ku va. Kjo është emergjenca që t'i bëm fazë paritore se s'ka si lojtar për të nëzirë kategorit 2. Gjova zjarë dhe shpëtim emergjent, po, me që jemi të dy të bude lujnë, a ka mund që i blesh një zjarë fikse, se jemi zjarë fikse me 3 goma? Kemi shumë nevojë dhe emergjencë, po, e kuptoj emergjencën, të kjo, po ka në i kuj bugjeti për një zjarë fikse për lushin, për lesë pastaj si është godina ati. Tani nevojë emergjencë, po, ka nevojë emergjencë prapë të bashkia, për plerat që po hedhin kuturu ati dhe po i djegin mes lugarve në lushin. Ka një fond emergjencë do kaloj këtu? Po, është emergjencë dhe kjo, të kuptojt, mirë kuptojt edhe kjo. Ka një fond emergjencë për të bujësia se keni thënë për janarë, po me që pa tjetër për grupet e shpëtim dhe grupet vulnerabël, si pensionistët dhe persona psikologizura dakord, po ka nevojë emergjencë dhe për bujqit sot që s'përshesë për edhe në kanal dhe s'kan marrë lekë të investimit? Shumë emergjencë. Pa tjetër, të lutem është bërë spitali, keni gjeni parrullë, shumë emergjencë spitali Lushnjës. Dhe keni gjeni parrullë dhe mshoni që pa 3 vjetë, është kjo mshoni si kur po bëdi gjithë spitali. Do bëhen ato godinët e tjera spitali do vim pajisjet, se shumë emergjente kjo. Pra kuptoj dhe kjo emergjente, po parashikohet kjo të emergjenca, është shumë emergjente, ma besoj që shumë emergjenca për spitalin e Lushnjës. Të tjetra, të tendrat, është shumë emergjente mënyra se si shkojnë lekët e pushtetit vendor me tendrat që bëjnë dhe mënyra si skualifikojnë. Kur thone do skrep me zinxhir dhe ai tjetri po e kapon me goma si tjetri që ishte skualifikur. Është shumë emergjente kjo se i kena 100 milion tjera lek që mund të klasifikohen për të mirën e Lushnjës. Pra, thënë kjo, unë jam dakord në rast se të gjitha këto pika që ju thash, që ju i njini po kaq mirë se mua, të klasifikoheshin të buxhet me emergjent, sepse janë realisht kanalet e gjithë muzikës janë pa pastrur dhe janë emergjente,
të gjithë buqit që nuk po shesin dhe janë emergjente, unë ju sfidoj vemit në vendër, se s'ka problem kjo. Unë kam qef të vinë një nga ju me mua, t'ja u tregoj. Se tund kokën në një po, unë jam të sfidojer, dalim të dy gjithë me se qenë. Së unë kështu e kam qefin, po s'po vjen njëri. Edhe plerat ke 4-5 fusha që digjen për ditë në mytën, shumë emergjente. Pra të gjitha ato të ludëm, zoti ministër, e kuptoj emergjencën, e kuptoj që do t'ja klasifikoni, unë doja që këto që shkojnë për natën, më shkojnë për perde. Edhe këto që shkojnë për pushtetin vendor, realisht klasifikohen për ato që ka nevojë emergjence, të paktën aty ku mbyllim se të muj qyteti i Lushnjës dhe Divjakës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Koreshi.